Mbani rozmarinën në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do të vuani kurrë nga ky problem. Vlerat dhe përfitimet që marrim nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri tek mbrojtja e organizmit në tërësi. Kjo bimë aromatike bën pjesë në familjen e mentes, që rritet gjithashtu gjërësisht në vendin tonë dhe jep rezultate fantastike në menaxhimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përdorimet të tilla të rozmarinës, përtej shihen se sa efikase në gatime, mund t'japin rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Në këtë video, sipas Eating Well, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i kësaj bime. Zakonisht ajo është e njohur për qetësinë që i dhuron trupit dhe përmirësimin e memorjes. Në këtë spektër, si vlera dhe përdorimet e saj janë vërtet të shumta, deri te mbrojtja e shëndetit tuaj dhe parandalimi i komplikacioneve të tij. Përdorimet të tilla të rozmarinës do të luajnë një rol fantastik në menaxhimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Këto janë vlerat kryesore që do të merrni nga përdorimi i kësaj erëze. Ajo ka ndikime pozitive në shëndetin tuaj të mushkërive dhe mund të mbajë larg komplikacionet që ju kanosen në këto situata. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe ndër më të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkëri, do të thotë më pak oksigjen për trupin tuaj, duke shkaktuar një mori të tjerash të problemeve shëndetësore, të cilat mund të krijojnë risk të madh në shëndetin tuaj dhe të krijojnë gjithashtu edhe probleme të shëndetit të përgjithshëm. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve të specializuar që ju ka këshilluar mjeku, mund të përdorni gjithashtu edhe avullin e rozmarinës. Duke qëndruar sipër enës ku ka zjerë rozmarina, duke marrë frymë, do të lehtësoni procesin e frymëmarrjes dhe do ta keni më të lehtë ta sillni atë nën kontroll. Vlerat e rozmarinës janë të larta gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të syve. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syve, rozmarina mund të jetë një ndihmë shumë e madhe në këtë aspekt. Kjo sëmundje prek zakonisht mosha të mbi të 50-tat dhe fillon të dobëson shikimin në mënyrë krejt graduale. Për të ulur riskun e prekjes nga këto komplikacione, shtimi i rozmarinës në dietën tuaja ditore mund të jetë një nga elementet më të mirë në menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Rozmarina është një bimë që mund t'i japë përfitime të mira edhe për tretjen e shëndetshme. Duke qenë e pasur me nivelet antioksidantëve të rëndësishëm dhe vitaminave, kjo bimë do të ndikojë gjithashtu në shëndetin më të mirë të sistemit tuaj tretës. Rozmarina do të ruajë ushqimet dhe shijet specifike të tyre, duke evituar komplikacione dhe duke rritur kështu përfitimet që i duhen organizmit në këto raste specifike. Por vlerat e rozmarinës janë shumë të rëndësishme gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kujtesës. Ndihma që kjo bimë do t'i japë për memorien dhe për qëndrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi receta të ndryshme dhe një prej tyre është edhe ajo e rozmarinës ose vajit të saj, të cilat mund t'i japin efekte mbreslënëse për shëndetin tuaj edhe mund të rrisin përqendrimin dhe kujtesën deri në 30% nëse ato konsumohen rregullisht në dietat tuaja ditore. Rozmarina është një bimë që mund t'japë përfitime unike kundër problemeve të depresionit. Rozmarina ndihmon edhe kundër sëmundjeve neurologjike siç janë për shembull këtu edhe probleme të caktuara të depresionit, ankthi ose skleroza e shumëfisht. Mjafton të konsumohet rregullisht kjo bimë e veçantë në formën e çajit ose të bëhen masazhe rreth kokës me vajrat esencial të saj. Dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike edhe në shëndetin tuaj edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Rozmarina është një bimë fantastike që mund të largojë ujin e tepërt nga trupi. Nëse doni të mbani larg edhe fryrjet e trupit tuaj, atëherë
duhet të përdorni atë si duhet edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim i mirë për personat që kanë edhe mbajtje të ulët në trup, por gjithmonë duke u përdorur në mbikëqyrjen e një eksperti, do të jetë më e lehtë që të merrni përfitimet e saj dhe të evitoni komplikacionet. Ulëntimet e hershme tregojnë se marrja e gjethëve të rozmarinës do të ulë dhe përmirësoj shëndetin tuaj të kujtesës dhe do të rrisë shëndetin tuaj sidomos te moshat e thyera, duke e cilësuar atë një prej produkteve më të mira fantastike rigjeneruese të shëndetit dhe lehtësuese të komplikacioneve të tij. Ekspertët e cilësojnë rozmarinën si një nga erëzat më të mira për të rritur shëndetin tuaj të flokut dhe për të parandaluar rënien e tij. Ulëntimet e hershme tregojnë se aplikimi i vajit të rozmarinës në skalpin tuaj të kokës mund t'i japë rezultate fantastike rigjeneruese për flokun tuaj dhe të ndihmojë në rritjen e tij të menjëhershme. Rozmarina është një bimë fantastike gjithashtu edhe kundër problemeve siç është edhe artriti. Kërkimet e hershme kanë treguar se përdorimi i rozmarinës dhe kërcellit të saj mund të zvogëlojë dhimbjet lidhur me artritin. Ekspertët tregojnë se ajo është një bimë fantastike me përfitime të larta unike, por kjo nuk do të thotë se duhet t'i varni vetëm shpresat të përdorimi i kësaj bime. Sigurohuni ta përdorni atë si duhet dhe ndikimi që do të ketë në organizëm do të luajë një rol parësor rigjenerues. Rozmarina është një bimë shumë e mirë kundër lodhjeve mendore. Kërkimet e hershme tregojnë se marrja e rozmarinës ose vajit të saj mund të rrisë gjithashtu edhe çlodhjen e trupit tuaj dhe të parandalojë edhe lodhjen e tij. Ndaj përdorime të tilla të kësaj bime mund të jenë efektive kundër lodhjeve që mund të përjetoni. Rozmarina është një bimë që mund t'i japë përfitime unike gjithashtu edhe kundër problemeve të hipotensionit. Ulëntimet e hershme tregojnë se marrja e rozmarinës 3 herë në ditë me këshillën e një eksperti do ta keni më të lehtë të menaxhoni problemet e tensionit. Ajo është e mirë kundër niveleve të larta të stresit. Disa studime të hershme sugjerojnë se aromaterapia e vajit të rozmarinës ose vajit të livandos mund të ndihmojë dukshëm në zvogëlimin e ankthit dhe tensionit gjatë testimit. Rozmarina është një bimë që mund t'i japë përfitime edhe në shëndetin tuaj të flokut dhe parandalimin e komplikacioneve të tij, duke e mbrojtur atë dhe duke bërë që të rigjenerohet më shpejt. Përdorime të tilla të gjethëve të rozmarinës do të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe komplikacioneve që i kanosen. Rozmarina është një bimë që mund t'i japë përfitime të mira në shëndetin njohës dhe rritjen e kujtesës. Ekspertët tregojnë se ajo do të jetë një ndihmë shumë e mirë fantastike në shëndetin tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve që ju kanosen. Edhe aroma e rozmarinës mund të përmirësojë kujtesën tuaj dhe të shtojë gjithashtu qetësinë e madhe mendore, duke e bërë atë një mjet të shkëlqyer për studentët ose për çdo që kërkon aftësi të reja në të nxënë ose lehtësimin e problemeve të stresit ditor. Efektet e rozmarinës janë të larmishme gjithashtu edhe fal efekteve të tyre anti-inflamatore. Duke përdorur rozmarinën në recetat tuaja ditore do të merrni vetit e saj antioksiduese dhe anti-inflamatore. Antioksidantët që gjendet te rozmarina do të neutralizojnë problemin e radikaleve të lira, do të forcojnë shëndetin dhe do të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet që ju kanosen. Shëndeti juaj tretës do të jetë gjithashtu edhe më i mirë falë përdorimit të kësaj bime, duke evituar kështu problemet që i kanosen shëndetit dhe duke evituar edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Rozmarina është një bimë me përfitime të larmishme dhe si e tillë duhet të përdoret me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja dhe të lehtësoni komplikacionet që ju kanosen gjithmonë edhe më shumë. Shëndeti juaj do të përfitojë ndjeshëm nga kjo bimë. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese që i ofron shëndetit dhe parandalon edhe komplikacionet e tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.